Nëse Maqedonia e Veriut I përmbush obligimet dhe ndryshon kushtetutën, atëherë menjëherë do të fillojmë me konferencën ndërqeveritare për hapjen e klasterëve pa asnjë kusht tjetër politik. Këtë e theksoi sot Eurokomisaria për zgjerim dhe politikë fqinjësore Marta Kos në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Kristian Mickoski. Qëllimi ynë politik është negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut të hapen sa më shpejt për klasterin 1, sapo Maqedonia e Veriut të përmbush kriteret relevante të dakorduara me Këshillin e BE-s, pra të zbatojë zotimet për ndryshimet kushtetuese, deklaroi komisionarja për zgjerimin e BE-s Marta Kos. Eurokomisaria u pyet edhe për koment mbi amendamentet e deputetëve bullgar në Parlamentin Evropian, me të cilat kërkohet që në raportin për progresin e vendit që do të votohet në seancën plenare të Parlamentit Evropian javën e ardhshme, për gjuhën maqedonase të përdoret mbiemri modern. Kosta se integrimi në BE është mënyra më e mirë e mundshme për të mbrojtur identitetin. Bashkimi Evropian kujdeset për secilin vend antar veç e veç, në kuptimin që identiteti ynë ruhet mirë. Slovenia gjithashtu është një vend I vogël me 2 milion banor, por që kur u bë antare Bashkimit Evropian në vitin 2004, gjuha slovene është një nga 24 gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian. Dhe që nga kur Moldavia u bë vend kandidat, unë në portofolin tim ndihmoj që të parandalohet narrativa ruse që thot se ata do të humbin identitetin, theksoi komisionarja për zgjerimin e BE-s Marta Kos. Nga ana tjetër, kryeministri I vendit Kristian Mickoski theksoi se Maqedonia e Veriut nuk pranon imponime nën maskën e procesit evropian. Ai mes të tjera shta se Maqedonia e Veriut do të lëviz vetë me vullnet, me plan konkret dhe vizion të qartë. Nuk pranojmë imponime nën maskë të procesit evropian. Evropa është shtëpi e së drejtës, drejtësi, drejtësisë dhe dinjitetit. Këto janë vlerat që I pranojmë. Çdo gjë tjetër është e huaj për BE-n dhe e huaj për ne. Reformat tona nuk janë dekor, janë nevojë. Ne nuk do të presim që dikush të na shtyjë, do të lëvizim vetë me vullnetin ton, me plan konkret dhe me vizion të qartë. Realizojmë rezultate, jo për shkak se dikush e kërkon këtë nga ne, por për shkak se këtë e meritojnë qytetarët tanë. Do të vazhdojmë t'i ndjekim vlerat evropiane, jo sepse këtë na urdhëron dikush, por sepse është zgjidhja jonë dhe besojmë në këtë, u shpreh kryeministri Kristian Mickoski. Ai theksoi se në Shkup jemi mikpritës, por edhe partner dhe aleat të një vizioni të përbashkët për një rajon që nuk përcaktohet nga problemet e tij, por nga mundësitë e tij.